Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Djali im Lukas Mbgënjeu parashevisi Maku habit me deklaratën. Parashevisi Maku, këngëtarja e famshme që të gjithë e dua më shumë, ka bërë një reagim së fundmi në Facebookun e saj në lidhje me përvjetorin e momentit që ajo shpëtoi nga jeta e rrugës. Pra si sot para një viti, Eltoni e mori dhe i siguroi ato që të gjitha tashmë i dim si vijuan. Por në këtë deklaratë të fundit që parashevisi Maku ka bërë, ka lënë shumë hije dyshimi. Ajo shkruan: "Sot bëhet një vit që për mua ndryshoi gjithçka. Një vit që e kam ndjerë si një jetë të re. Kur mendova se gjithçka kishte marrë fund, kur ecja vetëm në qiellin e hapur, pa shpresë, pa forcë dhe pa fjalë, u shfaq një gruaj që më ktheu dritën. Elvira. Ajo më pa jo siç më shihnin të tjerët, por si çdoja të më shihte Zoti. Me butësinë e saj më preku në shpirt dhe këmbguli të më merrte me vete. Më dhuroi një buzë kuq dhe më tha diçka që nuk do të harroj kurrë. Ti meriton të jesh e bukur. Ti je diva e muzikës shqipe." Ato fjalë më hapën një plag, sepse kur e ke humbur gjithçka, edhe një fjalë e mirë të dhëmb. Por në të njëjtën kohë, ato fjalë ndezën një dritë brenda meje, një dritë që nuk po fiket akoma. Pas 2 ditësh, kur mendova prapë se isha vetëm, u shfaq ëngjëlli im i dytë Eltoni. Ai më premtoi se do të gjente djalin tim Lukën. I thash me gjithë shpirt: "Vetëm një herë ti ndjej erën djalit tim dhe do vdes. Nuk më intereson më jeta." Ai më pa drejtë në sy dhe më tha: "Ti nuk duhet të flesh në rrugë. Ti meriton të jetosh si mbretëresh." Dhe unë e besova. Besova sepse kisha nevojë të besoja. Besova se ndoshta koha ime më në fund kishte ardhur. Në atë periudhë të errët, kur ende nuk kisha siguri për të nesërmen, u gjende dhe një tjetër shqiptar me zemër të madhe, Kadri Morina. Ai më pagoi banesën për një vit dhe më dha një vend ku të mbështesja kokën, një derë ku të hyja pa frikë deri më datë 31 janar 2026. Kjo nuk ishte vetëm ndihmë materiale, ishte dinjitet, shpresë, dhe për këtë do të jem mirënjohëse gjithë jetën. Por jeta pas ka plane të tjera. Më 3 janar 2025 erdhi dita ime. Atë ditë takova djalin tim, dritën e syve të mi. Ai më premtoi se do të ishim bashk, do të kujdesej për mua dhe do të menaxhonte karrierën time në të ardhmen. Ishin premtime të bukura, por fatkeqësisht mbetën vetëm fjalë, sepse nuk e pash më kurrë djalin tim. Kanë kaluar 11 muaj, asnjë mesazh, asnjë telefonat, asnjë shenjë. Ka dhimbje që nuk bërtasin, vetëm të ham për brenda çdo ditë. Për sot jam këtu, e plagosur, e tronditur, por jo e mposhtur, sepse njerëzit mund të largohen, por forca ime nuk largohet. Shqiptarët u bashkuan dhe më dhuruan $145.000. Është një mirënjohje që nuk e përshkruaj dot me fjalë. Do ta mbaj në zemër deri në fund të jetës time. Faleminderit nga shpirti. Dhe në fund dua të them vetëm këtë: shqiptarët që u bashkuat për mua, jeni forca ime. Jeni arsyeja pse jam ende këtu me kokën lart. Ju dua dhe nuk do ju harroj kurrë. Shkruan parashevisi Maku.